Një aksion I prokurisë të Korçës ka çuar në sekuestrimin e një sër pasurisë të patundshme dhe të tundshme në Pogradec, të dyshuara si fitimet palishme nga aktiviteti I trafikut të drogës. Pasuritë janë në pronësi të familjes Buliçka, ndërsa personi kryesor I hetuar, Endri Buliçka, akuzohet se ka krijuar ato përmes trafikut të lëndëve narkotike në Spanjë dhe Itali. Hetimi I nisur në vitin 2022 ka zbuluar se Endri Buliçka ka deklaruar përmes organeve ligjzbatuese se punonte si kamarier në fshatin Udënisht, por verifikimet kanë treguar se ky punësim ishte I rrem. Në analizat e transaksioneve bankare dhe investimeve të kryera, rezulton se të ardhurat e pretenduara nuk përputheshin me shumat e krijuara dhe pasuritë e fituara. Në listën e pasurive të sekuestruara hyn dhe hoteli Riç me sipërfaqe 152.5 m2, truall prej 965 m2 dhe një tjetër truall, 2 apartamente, një biznes për shit blerjen e makinave dhe një servis makinash në pronësi të Edmond Buliçkës, babait të Endri Buliçkës, si dhe 6 automjete. Gjithashtu, hetimet kanë zbuluar se nëna e Endri Buliçkës, Edlira, ka regjistruar një aktivitet tregtar me mërtimin shitje online që nga dhjetori I vitit 2021, I cili zhvillohej në adresën e familjes, duke mos justifikuar origjinën e fondeve dhe pasurive të krijuara. Prokuria e Korçës thekson se sekuestrimi I këtyre pasurive synon bllokimin e aseteve të dyshuara të fituara në mënyrë paligjshme, duke u bazuar në provat e grumbulluara gjatë hetimeve disa vjeçare, ndërsa hetimet vazhdojnë për të identifikuar burimet e të ardhurash dhe pjesëtarëve të tjerë të mundshëm në aktivitetin kriminal.